Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni disa kokra qershi çdo mëngjes dhe do trajtoni problemin më të madh pas moshës 50 vjeç. Frutat dhe perimet janë një nga produktet shumëngjyrëse që duhet t'i përfshini në organizmin tuaj, për të patur një dietë të shëndetshme, të ekuilibruar dhe një jetë të shëndetshme, linja të bukura trupore, por edhe mendje të lumtur. Në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të konsumoni qershi, qoftë në mëngjes ose qoftë gjatë ditës. Ky frut tashmë është pjesë e stinës dhe gjendet lehtë në tregjet e qytetit. Ekspertët shpjegojnë se një tas prej tyre përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A, C dhe konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije dhuron trupit tuaj shumë antioksidant që ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe të mbipeshës. Sipas ekspertëve të Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që trupi juaj do të marrë nga konsumi i këtij fruti. Ato ndihmojnë në shëndetin e kockave. Qershit janë një burim i madh i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik që është faktori kryesor për sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë infeksionet e forcimit të organizmit dhe gjithashtu lehtësojnë problemet e presionit të ulët ose të lartë të gjakut. Ato ndihmojnë në luhatjet e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e duhur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksidantët, sipas mjekëve, arritin me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Ndihmojnë kundër problemeve të zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë edhe riskun e problemeve nga ataku në zemër. Ato ndikojnë edhe në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak duke i dhuruar trupit një shëndet fuqiplot. Janë të mira kundër sëmundjeve të këqija. Një dietë sa më e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet të dëmshme, duke qenë të pasur me fiber dhe elementë të tjerë promovojnë në tretjen dhe uljen rrezikun e prekjes nga problemet e zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta të cilat përmbajnë disa enzima ndihmojnë në trupin të rregullojë radikalet e lira. Ato ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Janë një burim i mirë i antocianinës që do të thotë një shëndet i mirë për memorien. Ky frut është i shijshëm, ndihmon trupin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Ka ndikime të mira te cilësia e gjumit. Konsumi një tas me qershi në darkë do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershi ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit të ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përmirëson shëndetin e zemrës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe komponent të rëndësishëm në qelizat dhe lëngjet e trupit për rregullimin e punës së zemrës dhe presionit të gjakut. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Në sajt e efekteve të forta antiinflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleatet më të mira të trupit kundër dhimbjeve në kyçe. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomanduhen për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçet dhe artritit, ose kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efekte më të mira se një tabletë aspirin. Ato përmirësojnë tretjen. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe me këtë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin tretës dhe qarkullimin e gjakut dhe aktivizojnë ëmbëlsinë dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet të mishrave të dhëmbëve si parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalin e urinimit sepse është një diuretik i shkëlqyer që ndihmon në sekretimin e urinës.
Përveç kësaj, substancat bakteriologjike në qershi pengojnë në formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu mund të parandalojnë në krijimin e karisit dhe problemeve të mishrave të dhëmbëve. Ato janë të mira kundër rrullave dhe plakjes. Qershit i rekomanduar njerëzve që vuajnë nga astma alergjike si dhe ata që duan të kenë një lëkurë të bukur, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antocianina të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë formimin e rrullave, duke shkatruar enzimat e dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershia është gjithashtu një shërues natyral për celulitin, sepse mund të parandalojë edhe krijimin e tij. Ato do të ofrojnë një disponim më të mirë dhe gjumë më të lehtë. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon te gjumi. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi që për 2 javë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe pak kalori të ulët, dhe në 100 gram ka vetëm 63 kalori që janë një ushqyes i shkëlqyer për shëndetin nëse jeni në dietë. Gjithashtu ashtu si shumica e frutave, qershit kanë shumë kalium kurse pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ulëntuesi në Universitetin e Michiganit thonë se antocianinat e qershit e errta mund të zvogëlojnë sasinë e yndyrës në bark dhe të ulin nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në trup. Qershit e kanë origjinën nga Azia, ndërsa në Europë janë përhapur rreth shekullit të dytë. Në lindjen e largët, sidomos në Japoni, pema e qershisë është shumë e përhapur në periudhën e lulëzimit të saj dhe është një nga më bukurit e vetive të ndryshme. Shumë turistë vinë nga çdo vend i botës për të parë edhe shikimin e luleve të qershive. Qershit janë të pasura me vitamina, sidomos ato vitamina C. Qershit piqen edhe gjenden në përtregje në periudhën nga maji në korrik. Vetitë e tyre janë të larta. Qershit përmbajnë vitaminën C, vitaminën A, potas, por ne të gjithë mund të marrim edhe minerale, polifenole dhe fibra. Ndihmon shumë në funksionin e aparatit tretës dhe ka efekte të mira antiinflamatore. Është një frut shumë i mirë për ato që ndjekin dieta për dobësim, pasi ka pak sheqer dhe kalori. Përmban flavonoide që kanë antioksidant të fuqishëm dhe luftojnë radikale të lira. Sipas disa studimeve, vetitë e qershit ndihmojnë edhe në problemet e kyçeve që lidhen me artritin. Në veçanti qershia përmban nivele të larta të melatoninës, që njihet për balancimin e ciklit të gjumit dhe të zgjimit. Melatonina është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm që ka efekte parandaluese ndaj problemeve të ndryshme. Një veti tjetër e saj është dobia për të luftuar qelizat e dëmshme dhe problemet e zemrës. Lëngu i qershive këshillohet për ata që vuajnë nga pagjumësia, pikërisht sepse përmban melatonin. Edhe bishtat e qershive kanë efekte pozitive në shëndet dhe mund të bëhen çaj, pasi kanë veti diuretike. Qershit përbëhen nga 77 deri në 87% të masës së tyre me ujë, sheqer në nivel 11 deri në 22.5%, 0.1% yndyrë, 0.7 deri në 1% proteinë. Këto fruta kanë disa vitamina, por me shumicë vitaminën C dhe A. Pas potasit, që është minerali më prezent i qershive, ato përmbajnë gjithashtu fosfor, kalcium dhe magnez. Përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të rrisë gjithashtu përfitime të larta ushqyese në dobi të organizmit. Në fakt, qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për zemrën dhe për enët e gjakut. Kaliumi i fshehur brenda qershive ndikon në shëndetin e zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i ushqimeve dhe frutave të pasur me këtë mineral mund të jetë i dobishëm në rregullimin e shtypjes së gjakut dhe rrahjeve të zemrës dhe aktivitetin e mirë të shëndetit të saj. Nëse doni të përfitoni nga ky frut, duhet ta konsumoni vazhdimisht brenda normës në dietën tuaj. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tij negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.